Shikues të nderuar, rikthehemi në transmetim të drejt për qenë tashmë në hapësirën e intervistës ku do të fokusohemi tek aktualiteti politik i ditës, sigurisht lëvizjet e opozitës, agenda, nesër dhe sesioni i ri parlamentar për këtë vit, por protesta kombëtare e opozitës ka vëmendje mjaft të lartë, e cila mbahet të shtunën e 24 janarit. Me mua në studio është deputeti demokrat Klevis Balliu. Zoti Balliu, përshëndetje. Përshëndetje. E nisim fillimisht me protestën e 24 janarit, një protestë që pason protestën përpara vitit të ri. Çfarë do të bëhet ndryshe dhe çfarë do të sjellë kjo protestë? Aksioni i opozitës është i përqendruar tek qendresa, që do të thotë në kuptimin e plot fjalës, jo thjesht qëndrimi në një vend, por vazhdimësia e protestës. Pra vazhdimësia e aksionit opozitar për mos u lënë përgjysëm, siç ka është bërë më parë, që për arsye të ndryshme për mos të hyrë këtu janë bllokuar aksionet kur ato kanë qenë në pikat më kulminante. Në rastin konkret, viti i ri jep një mundësi dhe një pikë shprese ndryshimit në vendin tonë me anë të një aksioni të vazhdimësisë dhe të qëndresës. Pra qëndrojmë të bashkuar në një aksion pa ndalim kundër qeverisë, ose mos saktë kundër vjedhjes dhe korrupsionit. Ka kritika shumë për protestën e opozitës. E di që edhe mund të jenë bërë bajat, e di që edhe ju mund t'ju kenë lodhur, por këto protesta, zoti Balliu, çfarë ju personalisht prisi që të ketë efekt, sepse mbaron protesta, vjen po e njëjtë situata, Rama, Balluku mbahet nëpërmjet forcës kartonave, Niko Peleshi nuk mbledh Këshillin e Imuniteteve, pra cilat janë mënyrat e presionit për ta çuar, për ta kanalizuar gjën? E para, për gjithë ata që kanë ankesa për protestën, i ftoj të vinë ta bëjnë ndryshe aksionin. Janë të mirëpritur. Ka protestat kombëtare janë të hapura. Mirë se të vinë dhe ta bëjnë ndryshe, ata që kanë mendime. Së dyti, unë nuk di kur dal në një betejë nëse ajo betejë do të fitohet sot apo nesër. Në betejë dilet nëse beson që është e drejtë. Kam bindjen e plot që ne jemi në të drejtë të dalim në protestë kur kemi parë të merren në akshit që një skandal i cili po venitet në opinionin publik nga propaganda e pushtetit, por që nuk ndryshon faktin që ne jemi një vend ku biznesmenët merren peng nga efektiv policie, çohen tek bodrumet e krimit organizuar në rasti konkret Suel Qelës, torturohen atje që të tërheqin ankimimet për tenderat, që tenderin pasaj ta marri Baxhanaku kryeministrit. Kjo nuk ndron. Siç nuk ndron fakti që jemi i vetmi vend në botë që kemi një koordinator për krimin organizuar që është Ergysa Gasi, që thriste në zyrën e tij